Partia Demokratike e Kosovës. A është PDK-ja në pritje të kthimit të zotit Thaçi, zotit Veseli nga Haga në një moment kur vendi është para zgjedhjeve të reja, në një moment kur Haga, gjykata speciale, është para vendimit përfundimtar eventual. Ne nuk e Çfarë prisni ju në këtë? Ne nuk e lidhëm këtë me çështjen e zgjedhjeve dhe besoj që nuk është mirë. Pavarësisht asaj, ata janë emrat e cilët e përfaqësojnë luftën e dëshmorëve tonë, e invalidëve, e viktimave, martirëve, e gjithë popullit që është dëbu padrejtësisht nga një aparat shtetëror Slobodan Miloševićit, kasapët Ballkanit, dhe besoj që jo vetëm ne si përfaqësues politik, por edhe gjithë qytetarët, sidomos herën e fundit që pat një mbështetje masive, edhe më thotë të qytetarëve të vendit, u tregu që e dojnë përtej partive politike dhe besoj që kjo është e rëndësishme. Unë gjykoj dhe kritikoj qeverinë që nuk është mbështet ma herët në rastet e tyre, nuk e justifikon asnjë kundërshtar politik, nëse ka konsideru si kundërshtar politik, por gjithsesi për mua është e rëndësishme që ata të kthehen në Kosovë, të lirë, të familjet e tyre, të dashamirët e tyre, dhe besoj që nuk është mirë mi ndërlidhur me zgjedhje sepse mbi gjitha ata i duhen Kosovës. Projekcioni në tjetësi e fundit, ndoshta keni edhe ju nga një të fundit, projekcioni nëse